Kundër racizmit dhe diskriminimit. Kjo ka qenë tema e aktivitetit që është organizuar ditën e sotme nga Universiteti Ismail Qemali, forma në të cilën mira studentë këtij universiteti kanë zgjedhur të japin mesazhin kundër racizmit dhe diskriminimit. Ka qenë një maraton e nisur nga universiteti deri në hyrje të zonës së Rapit, për të kthyer më pas po me një vrap të lehtë, të veshur të gjithë me të bardha. Studentët kanë dashur të japin mesazhin e sensibilizimit e të mirëkuptimit mes njëri tjetrit e mes të gjithëve së bashku. Një luftë e vazhdueshme kundër gjithë atyre që diskriminojnë për çdo lloj forme e arsyeje, si për besimin, ngjyrën apo edhe seksin. Kështu e ka cilësuar këtë aktivitet profesori Gjergj Iliadhi, i cili ka qenë dhe ideatori i këtij aktiviteti. Universiteti Ismail Qemali organizon maratonën 2017, jo racizëm, jo diskriminim. Ta përshkruani këtë internatin e kemi caktuar nga universiteti deri tek vefa dhe kthim me vrapim. Të gjithë, sa mundësi keni të vraponi. Kjo tregon dhe një sensibilizim për gjithë qytetin e Vlorës që të marrin pjesë në këto aktivitete kulturore sportive që organizon Universiteti Ismail Qemali. Zëvendës rektori i Universitetit Ismail Qemali Enkelejt Milli, këtë aktivitet veç temës bazë e ka cilësuar edhe si një shtys për të patur sa më shumë aktivitete fizike, si baza e një shëndeti të mirë. Është kënaqësi që shikoj kaq shumë njerëz të rinj këtu dhe është gjë shumë e mirë sepse fitojnë dy gjëra me këtë. E para, sensibilizimin e qytetarëve vlonjat për të marrë me aktivitet fizik, sepse duhet të kuptojmë që universiteti nuk është vetëm të japë një uri, por është për të krijuar qytetar për nesër. Dhe ju jeni udhëheqësit e këtij qyteti. Dhe e dyta, arsyeja kryesore pse bëhet kjo gjë është të tregojmë që ky universitet është i hapur, nuk bën dallime, nuk diskriminon, nuk kemi asnjë lloj diference, të gjithë njerëzit janë të barabartë me njëri tjetrin. Qoftë në gjini, qoftë në besim fetar, në besime politike të gjitha. Kështu që ju të parët duhet të tregoni që të gjithë njerëzit janë të barabartë. Duhet të dëgjoni të gjithë të tjerët, të respektoni mendimin e tyre. Nuk kemi fitues apo persone që humbasin, jemi të gjithë fitimtarë. Organizatorët e kësaj maratone kanë qenë Universiteti Ismail Qemali e konkretisht zyra e marketingut.